çfarë mendoni se nuk ka ecur si duhet ose çfarë ju ka çeduar në menaxhimin e këtij qyteti? Ku mendoni që shiko, këto i kemi bërë, po këtu kemi çeduar? Dhe arsyet se pse? Arsyet. Se ka disa problematika që i shohin qytetarët. Procesi i decentralizimit është proces i cili ngulfat të gjithë komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për fat të keq. Dhe janë në shtetin tonë për herë të parë ndodh që komunat të kenë një thirrje dhe një program ku do të mund të aplikojnë dhe të marrin të holla, siç ishin këto dy thirrjet e fundit për kredin hungareze. Nga ana tjetër, jo shumë larg prej këtu në Kosovë, në vitin 2025, nëse nuk gaboj, diku 788 milion euro janë ndarë, fakt janë planifikuar dhe janë ndarë për komunat e Republikës së Kosovës, ndërsa për vitin 2026 janë planifikuar 840 milion euro, të gjithë shkojnë për zhvillim të atyre komunave në fusha të ndryshme, duke përfshirë edhe infrastrukturën, por edhe kulturën, sportin e kështu me radhë. Tani kur flasim për Maqedoninë me një proces të decentralizimit i cili ka ngecë dikund vite me radhë dhe ku mundësitë financiare të komunave janë të kufizuara, problemet me të cilën ballafaqohemi të gjithë komunat pa përjashtim është se nuk mund të arrish të përgjigjesh të gjithë kërkesave të qytetarëve komfort të hyrave të cilat i kanë komunat. Mos flasim për komunat rurale, po edhe komunat urbane, kështu që ajo që nuk shkon si duhet është se mundësitë financiare të komunave me këtë sistem të funksionimit janë shumë të kufizuara dhe prandaj nuk mund t'i përgjigjesh të gjithë sfidave të cilat paraqiten. E një nga problemet shtesë, shembull të cilën e kam folur gjatë tërë kohës, është edhe funksionimi në arsimin edhe mesëm edhe fillor, ku blok dotacionet të cilat shteti apo Ministria e Arsimit i lëshon deri tek komunat, me këto blok dotacione gati se 98-99% mbulohen të pagat e mësimdhënësve. Dhe përtej kësaj nuk mbetet asgjë për të gjithë harxhimet tjera operative të cilat i kanë shkollat, ato që janë goxha të larta, duke nis nga transporti i nxënësve, nga zemja gjatë muajve të dimrit, e deri tek harxhimet tjera, harxhimet të cilat shembull në Gostivar në mujore janë diku afër lëvizin prej 65 deri 80-90 mijë euro në muaj. Edhe duke ditë që të hollat të cilat mbesin prej dotacioneve janë 100.000 denar, 1.500 euro, nga ana tjetër kemi kosto të harxhimesh prej 60.000, 70.000 deri 80-90.000 euro, thonë çdo muaj komuna duhet të intervenon me 70-80.000 euro për ta mirëmbajtë procesin arsimor. Dhe ja këtu me një arvim deri te një cifër prej deri 1 milion euro, të cilat në vend që të shkojnë për investime kapitale, shkojnë për intervenim në arsim. Këto edhe shumë elemente tjera janë ato të cilat e ndalojnë një kryetar që të mund të përgjigjet të gjithë sfidave. Mund ta ndalojë një kryetar për të përgjigjur gjitha sfidave, por një kryetar ka një sfidë tjetër që të jetë kryetari të gjithë qytetarëve që përfaqësojnë